si që dini na prap presim me është bloku Kuvendit i Republikës, që i takon këtë subjekteve politike, kështu që presim që opozita me firmanis me është bloku, për shkak se qytetarët kur kanë votuar për një parlament, për shkak se është republikë parlamentare, por megjithatë s'do të harrojnë që ata presin një qeveri të re. S'mund në rrjedha fati pa u zhblloku Kuvendi i Republikës, edhe mendoj që është komplet e parësyeshme, mor parasysh që i kemi bërë tani më oferta të ndryshme. Votimin e hapur refuzojnë, votimin e fshet po ja refuzojnë të drejtën deputetëve të tyre me votu. Njëkohësisht kemi provu që t'i çojmë si paku kryetarën, vendën kryetare, të kanë refuzuar. Kemi ofruar edhe koalicion pro para qytetarëve, besoj që kemi dorë faqebarë dhe kemi ofruar mundësi të shumta për me dol pikë ngërçi apo bllokimi që është bërë. Tash po besoj që opozita e korodhen për me zhblloku Kuvendin edhe me prit qytetarët për më formu qeveria. Jo për shkak se siç e dini me kushtetutën ata kanë propozimin neve. Aty nuk thotë që na duhet me konsultu me të tjerë për me po nëse ju pëlqen të tjerëve apo jo. Njëjtë është vlet edhe për nënkryetarët. Për shkak se nënkryetarët ju takojnë dy subjekteve tjera më të mëdha, përfshi edhe komunitetet, dy përfaqësues të komuniteteve pakicë, prandaj kjo nuk është temë, këtë e ka caktuar kushtetuta, është e drejtë e jona edhe do të vazhdoj për shkak se s'besoj që zonja Haxhiu është problemi, unë mendoj që ata janë fut minutë pa krye, po do të njëjtë sikur te votimi i raportit verifikimit të mandateve.